Kristi. Po si pra Kristi, si u menaxhoka kaq kollaj që i mori i hodhi, se aty filloi e gjitha. Po pra. Filloi që i hodhi jastikun. E kupton? I mori xhupin e gjëra saj natyre. Okej, e dim që forma për të provokuar duhen bërë aty brenda etj etj. Po të presësh dhe reagimin tani se e kanë bërë fare. Unë mendoj që sjellja e Erik Lloshit është tërësisht e pavend. Provokuesi s'është ai, provokuesi është Bajami, a dihet puna Bajames. Ti bësh presion, pra, ti thosh ti bësh presion, e di çfarë do të bëjmë ti kur dalësh jashtë etj etj. Ço zarvzi. Vetëm një gjë që mund të ka. Një sekondë, se ju thoni Zot kërkoj falje për një gjë që ka bërë. Jo, çoj zarftëzi të tha ajo. Ka thënë këtë që unë kur të dali jashtë do ta çoj zarftëzi për ose jepi presion. mundësi banorit thotë presion. Jo, ky presionin kërkoj falje. Po jo për gjithë. Mos ti normalizojmë sjelljet të kësaj O natyre. drejtë, kërkoj falje për atë frazë. Njeriu kur është me nerva i del edhe një fjalë më tepër. Atë për atë fjalën më tepër po kërkoj falje. Po jo për të gjithë dinamikën. Ama se neve në të parë u kujzum për këto pra. Na thonin se juve thatë këtë frazë që aty nuk arrin dot në një moment kur ty të çedon situata, kur ti je shumë i acaruar, kur ti ke presione nga më të ndryshme, kur atë e zën gërqe e çka ka problemet e ai djalë vet. Po këtë është shpike. Megjithatë më mirë të kemi një produksion ku kërkohet pak më shumë falje, sesa të kemi një produksion ku nuk ka asnjë rregull, nuk ka asnjë filtr dhe nuk ka se biku pak Drini duhet të ishte kritikueshëm për atë që sjell dhe unë shoqëria është ndarë në dy pjesë. Kemi shoqëri që thotë po ky është një reality mirë dhe gjysma tjetër thotë se kjo nuk i bën mirë shoqërisë. Ne kemi harruar një gjë kryesore dhe ai produksion ka harruar një gjë kryesore. Kur një njeri të kërcënon dhe të bën ti duhet të japësh zarfin e zi ose gjej një dënim tjetër.